Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Viti 878, qyteti Sirakuz në Itali pushtohet nga sultani myslimani i Sicilis. Viti 879, Papa Gjoni VIII I jep bekimin dukës kroat Branimir. Kjo ditë konsiderohet si njohja ndërkombëtare e shtetit kroat dhe një nga arsyet që kroatët I përkasin kryesisht besimit katolik. 1502, zbulohet ishulli Shën Helena nga portugezi João da Nova. 1542, kolonizatori spanjoll Hernando de Soto ndroi jetë në brigjet e lumit Mississippi, sot Louisiana. Shokët e tij të ekspeditës e mbajtën vdekjen e fshehtë dhe e varrosën trupin në lum. 1819, biçikletat e para shihen nëpër rrugët e New Yorkut. 1758, Mary Campbell rrëmbehet nga shtëpia e saj në Pensilvani gjatë luftës indiane dhe franceze. 1832, SBA në Baltimore, Maryland, zhvillohet kuvendi I parë kombëtar I Partisë Demokratike. 1840, Zelanda e Re bëhet koloni britanike. 1864, Rusia deklaron fundin e luftës ruso-kirkaziane dhe shumë kirkiz detyrohen të mërgojnë. 1871, trupat francez pushtojnë komunën e Parisit, luftimet të ashpra u zhvilluan nëpër rrugë, rreth 20.000 persona u vranë dhe 38.000 të tjerë u arrestuan. 1881, kryqi I kuq amerikan themelohet nga Clara Barton. 1904, FIFA u themelua në Paris. Më 21 maj të vitit 1912, u mblodh kuvendi I Unikut në krye me Hasan Prishtinën që kishte për qëllim bashkimin e 4 vilajeteve të Shqipërisë në një shtet të vetëm. Më 21 maj të vitit 1928, ndroi jetë në Tiranë Dervish Hima, adhetar, publicist, diplomat shqiptar. 1940, një forcë e posaçme ushtarake në Gjermani vret mbi 1500 të sëmur mendor pacient spitali në Prusin Lindore. Vrasjet ishin pjesë e programit nazist për zhdukjen e çdo njeriu që konsiderohej I papërshtatshëm për të jetuar. 1973, Shqipëri, në burgun politik të Spaçit, nisi revolta e 100 të burgosurve, fillimisht si kundërshtim ndaj rregullave dhe kushteve të këqija në burg dhe pastaj si kundërshtim ndaj regjimit. 1996, tragedia e MV Bukoba mbytet në ujërat e liçenit Victoria në Tanzani, duke vrarë afro 1000 pasagjerë. 2002, qeveria britanike filloi një ofensiv kundër drogës në shkolla, duke u shprehur për përjashtimin përfundimtar të çdo nxënësi që kapet me drogë në mjedisin shkollor. 2003, një tërmet I fuqishëm godet Algjerin Veriore duke shkaktuar vdekjen e më tepër se 2000 personave. 2006, Republika e Malit të Zi mban referendum për pavarësim nga Unioni Shtetëror me Serbinë. Populli I Malit të Zi zgjodhi pavarësinë me një shumicë prej 55%. 2012, aksident tragjik në Himar, 13 persona vdesin dhe 21 të tjerë plagosen kur autobusi I tyre bie 80 metra në humner. Autobusi ishte me 45 student nga Universiteti Aleksandër Xhuvani nga Elbasani, të cilët ishin në një ekspedit. 21 maj 2024 është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare aktori I njohur I teatrit Petro Marko të Vlorës, Vasilaj Godo.